Alianca Kosovare Biznes ka qenë gjatë gjithë kohës kritikuese e institucioneve të Republikës Kosovës për humbjet të kohës dhe të përfitimit nga plani rritjes, ku janë mbi 882 milion euro, dhe sot kur tashmë është bërë ditur se rreth 61 milion euro ne do t'i kemi në dispozicion, është vetëm 7% nga shuma e premtuar për Kosovën, e që Kosova është zotuar që do t'i plotësoj mbi 111 kritere, ose hapat të cilët duhet merren. Po ashtu, Kosova, për mi plotësuar gjitha këto, duhen në faza. Deri në qershor duhet t'i plotëson më së paku edhe një 13 kritere, e që është afati shumë i shkurt, dhe besoj dhe shpresoj që Kosova do t'i arrijë këto, nëse jo atëherë kriza ekonomike, kriza politike do të bartet në krizën ekonomike dhe fajtor janë politikajt. Po ashtu pritet që deri në fund vitit institucionet e Kosovës t'i bëjnë edhe 27 kriteret e tjera, t'i plotësojnë për të arritur si përfitues i barabartë me regionet e tjera, sepse Shqipëria dhe Serbia kanë marrur parafërsisht mbi 180 milion euro deri tash, kurse Kosova tash ka filluar, për shkak të ngërçeve politike, për shkak të pakjartësive politike dhe zbehjes së raporte me faktorin ndërkombëtar. Sa do një hap i vogël që ka marrë qeveria e Kosovës dhe këto marrëveshje që janë ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, mungesa e tyre neve na ka zgjatur tash 2 vjet, kemi qenë sanksione dhe nuk kemi përfituar asgjë. Këtu duket se ata janë të mirë, po ne nuk paguajmë vetveten dhe përgjegjësia është tek votuesi jon, tek institucionet tona, tek përgjegjësit e institucione. Prandaj, nëse ne do të hupim më tutje, ne duhet ta kërkojmë përgjegjësin në Prishtinë, jo në Bruksel.